Por Në një shiko, farë mënyre. është sistemi në një farë mënyre, sepse ta thash, një shkollë që është e profilizuar e në klasë për fëmijë autik ose për sindroma të tjera, ka shumë kosto, nuk mund të administrohet dot nga një sipërmarrje private, duhet shteti ta suportojë. Dhe kjo është arsye kryesore. Unë po t'i jap për shembull një pak a shumë të shkolla ku djali im shkon, quhet Northvolt School, Autism Syndrome Center. Dhe aty, domethënë, ju do të habiteni janë gjithsej 60-65 nxënës të ndarë në grupe, dhe stafi mësimor është 3 deri në 4 fishi i numrit të nxënësve. Do të thotë mesatarisht një nxënës ka 3 deri në 4 persona në dispozicion, përfshirë dhe administratë. Sepse ka psikolog, ka fizioterapist, ka si thua logopedist, ka shumë profile profesioni aty brenda që merren me fëmijë me sindroma të tilla. Dhe që të kesh më shumë mësues, punonjë social, sesa nxënës është kosto shumë e madhe. Duhet ta përballojsh. Dhe aty çdo nxënës për arsye sepse ata nuk mund të shkojnë dot vetë, s'mund t'i lësh dot lirë në rrugë sepse ai nuk ka ndjesinë e frikës, ai kalon mes rrugës dhe mund ta aksidentojë një makinë. Për shembull, djali thjesht e di që duhet kalojë trotuar sepse ne i themi duhet kalosh trotuar, po ai se ka ndjesinë e frikës për të hyrë direkt në rrugë. E kupton ç'do të them? Ai respekton vijat e bardha sepse e ka mësuar si rutinë që duhet kalosh nëpër vijat e bardha, por sensin e frikës që në rrugë mund të aksidentojë një makinë nuk e ka. Është shumë vulnerabël në kuptimin i cënueshëm